Me 28 dhjetor do të kemi zgjedhje të reja pas atyre që i patëm të fundit e që ishin lokale. E dim që tashmë përparim Rama është rizgjedhur kryetari i Prishtinës, por prej fushatës e deri tash vazhdojmë të kemi një përplasje mes pushtetit lokal dhe atij qendror sa i përket buxhetit. Dhe kjo ka ndodhur sërish edhe në ditën që nuk është miratuar në Kuvendin e Kosovës buxheti për vitin e kaluar, për këtë vit për Prishtinën dhe për vitin e ardhshëm për Prishtinën dhe 11 komuna gjithsesi nuk e kanë të miratuar. Ndërkohë Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku nuk e kanë as të këtij viti. Megjithatë për krejt këtë që po ndodh, sa i bën dëm Prishtinës mungesa e buxhetit, do të flasim me nënkryetarin e kryeqytetit Shkëmbana. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Si do të jemi tani që nuk kemi buxhet dhe po shkojmë në zgjedhje, pra do të hyjmë në 2026 pa buxhet. Po, tash ju si që jeni në dijeni, Komuna Prishtinës gjatë gjithë vitit është duke u ballafaquar me bllokatën e buxhetit nga qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht nga Ministria e Financave, që është duke bërë në kundërshtim me ligjin edhe në kundërshtim me kushtetutën. Buxheti i vitit të kaluar nuk ka arritur që të përfshihet në ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës, por, siç e përcakton ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësive, ato komuna të cilët nuk arrin që ta miratojnë buxhetin para hyrjes në fuqi të ligjit, vlen rregullat edhe kufit buxhetor të vitit paraprak, që i vjen kufit buxhetor të buxhetit të vitit 2024. Dhe problemi është që Ministria e Financave është duke u bllokuar buxhetin i cili është në fuqi me ligjin aktual për ndarjet buxhetore të vitit 2025. 35 milion euro, prej të cilave 25 milion euro janë të hyra vetanake të qytetarëve të Prishtinës, janë duke u bllokuar komunës së Prishtinës dhe mendojmë që ta janë duke bërë shkelje ligjore dhe shkelje kushtetuese. Ministri i Financave së bashku me menaxhmentin e Ministrisë e Financave dhe paralelisht janë duke kryer vepër penale dhe për këtë çështje ne kemi adresuar kallëzimin penal në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës. Besojmë që jeni drejtuar edhe në kushtetuese dhe ende nuk ka një përgjigje. Ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese me 5 shtator të ka kaluar afati, besoj, për Po, ne kemi dërguar javën e kaluar një kërkesë urgjence kryetarit gjykatës kushtetuese dhe kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese që ta trajtoj rastin tonë me prioritet, sepse ndërlidhet me shpenzimin e buxhetit dhe koha për shpenzimin e këtij buxhetit është vetëm edhe një muaj. Tash jemi në rrethana të reja, sepse Ministri i Financave, zoti Heveran Murati, ka tentuar që të manipuloj me opinionin publik, duke theksuar që është duke pritur që ta plotësoj ndryshoj ligjin për buxhet në fund të vitit. Nuk ka më kohë për plotësim ndryshim të ligjit për buxhet. Kërkesa e komunës së Prishtinës. Zotri Murati ju akuzoi në fakt tani po ju drejtohem si LDK, që është LDK-ja që nuk qëndroi në sallë dhe ta miratoi në këtë rast buxhetin e Prishtinës që ishte në rendite. Është e pavërtet dhe ky është tentim për të ikur përgjegjësisë penale Ministri i Financave, sepse ai din fare mirë që është duke kryer vepër penale. Nuk mund të ndryshosh ligjin për buxhet në fund të vitit. Ne kërkesa jonë është që të zbatohet ligji për ndarjet buxhetore të këtij viti. Dhe në ndarjet buxhetore të këtij viti, kërkesa jonë është për 35 milion euro, të cilat janë pjesë e ligjit. Pse nuk po zbaton ligjin i cili është në fuqi dhe për shkak që ky ligj nuk është duke u zbatuar, janë duke u cënuar shërbimet esenciale për qytetarët e Prishtinës. Dhe doja të flas po ashtu pak nëse i kthehemi komunës së Prishtinës, e dim që edhe pak para zgjedhjeve, para se të shpërbëhej kuvendi komunal, le të themi shpërbëhej para se të përfundonte mandati, sepse ishte në zgjedhje të rregullta, kemi pasur tentativë për një seancë të jashtëzakonshme për miratim të buxhetit të vitit 2026 dhe kjo nuk ndodhi. Tani që gjërat kanë ndryshuar, ju jeni partia e parë në kuvendin komunal, kemi
rectifikim. Besoj që mbledhja do të bëhet shpejt dhe do të jetë në pikë të parë miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm, apo nuk luan rol tashmë kjo për shkak të zgjedhjeve në nivelin qendror? Pavarësisht zgjedhjeve të nivelit qendror, kjo do të jetë pika e parë dhe seanca e parë jashtëzakonshme që do të mbohet për buxhetin e vitit 2026 dhe ne tash pas zgjedhjeve lokale kemi siguruar një shumicë absolute e cila nuk do të ketë asnjë pengesë për të shtyrë përpara procesit të komunës së Prishtinës. Por të rikthehemi edhe një herë te çështja e buxhetit që është në fuqi, ne kërkojmë nga Ministria e Financave që të reflektojë, që të alokoj buxhetin e komunës së Prishtinës, sepse janë duke u cënuar shërbimet vitale edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe tek shujta ditore, tek fëmijët që kemi qerë dhe në mësimin tërditor, dhe siç jeni në dieni, dje do të thotë është ndalur edhe në energji elektrike në 4 shkolla fillore të Prishtinës dhe në një kopsht të komunës së Prishtinës, duke i lënë pa energji elektrike mbi 4.000 fëmijë të Prishtinës dhe mbi 300 fëmijë që janë të përfshirë në institucionin parashkollor Ylkat. Prandaj do të dalemi vetëm pak se do ta shohim edhe në pamje, po e shohim pra zotri Mana edhe një mesazh që i ka shkuar prindërve të kopshtit Ylka. Përshëndetje të nderuar prindër, me keqardhje ju njoftojmë se aktualisht buxheti është i bllokuar në Komuna e Prishtinës nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe në këtë fazë Komuna e Prishtinës nuk ka fonde për pagesën e energjisë elektrike. Pra, thot si rrjedhoi e kësaj në institucionin parashkollor Ylkat është ndërprerje energjia elektrike dhe tashmë jemi pa rrym. Kjo më pas është fillimisht a ka rrym sot, se kjo ka ndodhur dje? Jo, nuk ka rrym. Nuk ka ende rrym. Nuk ka rrym sot, as këtu as te 4 shkolla tjera jemi në biseda me Kecin, i kemi dërguar shkresë dhe kemi pas takime edhe me menaxhmentin e Kecit, në mënyrë që energjia elektrike të lëshohet, sepse këto na jemi konsumatorë esencial dhe nuk ka logjik do të thotë që të ndalet rryma në institucionet shkollore, të parashkollore dhe shëndetësore, sepse nuk është që Komuna e Prishtinës nuk i paguan faturat, por problemi është pikërisht këtë që po thot drejtoresha, që Ministria e Financave e ka bllokuar buxhetin dhe si rrjedhori e saj do të thotë është ka mbetur po paguar edhe energjia elektrike. Është bërë fotografi, screenshot, çfarë ajo ka dërguar në grupin e prindërve dhe është shpërndarë gjithandej. Ka reaguar edhe Gzim Sfeqla i lëvizjes vetëvendosje, duke shpërndarë gjithashtu fotografinë dhe mesazhin dhe ka thënë nderuara drejtoreshe kopshtit Ylka, zonja Dia Sopi, kandidate e LDK-s për kuvendin komunal, pretendimi se Ministria e Financave ka bllokuar buxhetin e Prishtinës është i pavërtet. Buxheti i vitit 2025 nuk është aktiv sepse nuk ka kaluar në kuvendin e Kosovës. Dje ka ekzistuar një mundësi reale që të miratojë për përfaqësuesit e partisë tuaj, LDK, që qeverisë në Prishtinë nuk u paraqitën fare në seancë. Megjithatë, edhe pa buxhet të ri, Ministria çdo muaj i transferon komunës mjetet e vitit paraprak. Në këto transfere përfshihen edhe mjetet për pagesën e energjisë elektrike dhe të gjitha shpenzimet që i takojnë edhe kopshtit tuaj. Fakti që sot keni mungesë energjie nuk lidhet me një bllokat buxheti, por me mënyrën se si shpenzon mjetet kryetari i Prishtinës dhe ekipi i tij, duke i orientuar fondet e planifikuara për shërbime bazë drejt dostave dhe partnerëve të tyre në projekte të pa planifikuara dhe të pa buxhetuara, mbetën kopshtet pa rrym e pa ngrohje. Është pavërtet. A i merrni para çdo muaj për të paguar? Është pavërtet e madhe dhe është tendencë manipulimit të opinionit publik. Nas çfarë si është pra? E pavërtet është që buxheti është aktiv, sepse në ligjin për ndarjet buxhetore, kufit buxhetor për komunën e Prishtinës janë sipas vitit paraprak. Dhe mungesa e buxhetit komunës së Prishtinës nuk ka të bëjë fare me kalim të ligjit për buxhet në kuvendin e Kosovës. Çka duhet është që Ministria e Financave ta zbatoj ligjin për ndarjet buxhetore të vitit 2025. 35 milion euro të cilat i ka bllokuar Hekuran Murati me bashkëpunëtorët e tij janë pjesë e ligjit i cili është në fuqi dhe kërkesa jonë është që të zbatohet ligji. Për herë të parë në historinë e Kosovës po ndodh që qeveria qendrore
t'ja ndaloj të hyrat vetanake komunës. Në këtë rast komunës e Prishtinës, 25 milion euro, të cilat janë mbledhur gjatë këtij viti dhe të cilat duhet kthehen në shërbim për qytetarët, janë dalur qëllimshëm kundërshtim me ligjin dhe në kundërshtim me kushtetutën. Po sikur të kishim në një sistem normal të drejtësisë, Ministri i Financave sot është dashur që të jetë në burg për shkak të kësaj ndalese të buxhetit, sepse i ka rreziku esencialisht shërbimet elementare, nevojat elementare të komunës Prishtinës, shërbimet esenciale të shëndetësisë, të mirëqenies sociale, të shujtave për fëmijë, të energjisë në shkolla, të transportit publik dhe plot shërbime Ju tjera. thash edhe një muaj. Çka ndodh pas një muaji? Do të hymë në blokadë totale? Ne presim që Ministria e Financave dhe Kryeministri të reflektoj. Dje kemi dërguar edhe një shkresë Kryeministrit, e kemi njoftuar edhe Presidentin e Republikës për çështjen cilën është, dhe ne presim nga Kryeministri dhe Ministri i Financave që të reflektojnë dhe të alokojnë buxhetin e komunës së Prishtinës, buxhetin e qytetarëve të komunës së Prishtinës. Ne nuk po kërkojmë buxhet qendror. Buxhetin e qytetarëve, të hyrat vetanake që i kanë jep qytetarët e Prishtinës për shërbime. Flasim për një të hyrë vetanake që janë biletat që ne i paguajmë në trafikun urban. Trafiku urban thot, ka dalur me një deklarat po ashtu, që trafiku urban njofton se ofrimi i shërbimit të transportit publik rrezikon të pezullohet plotësisht nga java e ardhshme. Pra kemi, do të thotë mund kemi një gjendje që s'kemi autobus dhe linja fare. Kemi trafik urban, do të prej të hënës edhe të trafikut urban, por edhe të operatorëve privat me cilët kemi marrëveshje dhe cilët operojnë në komunën. Megjithatë ata i marrin të hyrat e tyre vetanake nga shitja bileta, por trafiku urban? Trafiku urban ka të pamundshëm që të ketë ato qasje, sepse të hyrat vetanake alokohen në pjesën e buxhetit të thesarit shtetit dhe problemi është që ato të hyra vetanake, cilat i paguajnë qytetarët, nuk vijnë te komuna e Prishtinës dhe nuk shkojnë te ndërmarrja publike. Kjo është e vërteta. Po ndalen të hyrat vetanake qytetarëve, cilët i kanë paguar për komunën e Prishtinës dhe cilat kthehen në shërbime për qytetarët e Prishtinës. Ne kemi një situatë të re, tashmë ne po shkojmë në zgjedhje të reja të nivelit qendror dhe natyrisht që nuk kemi më kuvend që të kaloj buxheti. Çka mund të ndodhë? Kjo është rrethonë e re, sepse deri tash ka ndodhur manipulimi nga Ministri i Financave që ne jemi duke pritur që ta fusim në plotësim ndryshim ligjin për buxhet dhe të aprovojmë buxhetin e vitit 2025 për komunën e Prishtinës. Tash nuk e kanë edhe këtë mundësi, kuvendi është shpërndar me vendimin e Presidentes Republikës, prap do thotë e vetmja mënyrë për me dalë nga kjo gjendje është që ata të alokojnë buxhetin i cili është në fuqi dhe 35 milion euro të alokohen komunës së Prishtinës. Në krejt këtë mesin e çështjes mes nivelit qendror dhe lokal, ekziston një e vërtetë që është kuvendi komunal, ku ju nuk i patët numra dhe nuk mundet ta kaloni buxhetin, le të themi, të këtij viti dhe po atje dhe vonesa vitin e kaluar. Tani pritet që gjendja të paktën këtu të ndryshojë. Vitin e kaluar për njoftim qytetarëve. Vitin e kaluar nuk ka pas vonesa. Ligji për buxhet vitin e kaluar është miratuar nga Kuvendi i Republikës në nëntor. Ne kemi pas seancën mbas një jave, kemi dërguar shkresë me shkrim kryetarit të Kuvendit, kemi thonë të lutem shtyje seancën për miratimin e ligjit për buxhet, sepse ne javën e ardhshme e kemi seancën e Kuvendit për miratimin e buxhetit. Por zakonisht e miratoni në shtator, jo në nëntor, është gjendje tjetër kjo. Në shtator dërgohen propozimet, zakonisht ligji për buxhet miratohet në fund vitit, kryesisht në seancat e fundit të dhjetorit, gjithmonë është miratuar ligji për buxhet. Po flet për Kuvendin e Kosovës, po për Kuvendin komunal. Te Kuvendi komunal, kjo është bllokadë zinxhirore, sepse në Kuvendin komunal mos miratimin e buxhetit e ka bllokuar vetëvendosja. Ju e dini rastin kur ka kaluar buxhetin e Kuvendit komunal, sepse kemi pas 2-3 asamblesë të vetëvendosjes që kanë ardhur dhe kanë votuar projekt buxhetin e vitit 2025, udhëheci i grupit parlamentar zoti Sfeqra ka borë muj në sallë të Kuvendit për shkak që arriti të kaloj buxheti. Do të thotë, ne kemi pas 2 bllokada nga vetëvendosja. Blokadë në Kuvendin komunal dhe blokadë në nivelin qendror. Dhe tani që
Komuna e Prishtinës natyrisht jeni ju, sepse vazhdon qeverisja e njëjtë, por ka pasur ka qenë një shkputje me PDK-n, tashmë dihet që do të kemi një bashkëqeverisje sërish. A kanë filluar bisedimet pas, le të themi, betimit të këshilltarëve komunale, do ta kemi edhe qeverisjen Rama 2 të publikuar me emra se kush do të jenë udhëheqësit? Po, ne sot presim që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe mbas procedurave brenda 15 ditë jemi të obliguar që të mbajmë seancën konstituive dhe ta bëj betimin kryetari Rama. Me njëherë pasaj do të intensifikohen takimet me subjekteve politike. Ne i garantojmë qytetarët që në qeverisjen Rama 2 do të ketë një shumicë dërmuese dhe asnjë projekt më nuk do të jetë i bllokuar në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Gjitha proceset, gjitha projektet, programi politik dhe vizioni i kryetarit Rama, i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i qeverisjes tonë do të jetë tutje përpara. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ne do ndjekim një material tjetër tani të